Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Mami solli për Krishtlindje burrin e saj italian, por ajo që ndodhi na shokoi të gjithëve. Mamaja ime është një person shumë specifik, ndryshe nuk mund ta përshkruash. Më falni, e di që nuk është e hijshme të flasësh në këtë mënyrë për nënën tënde, por ndryshe nuk më del. Ajo kurrë nuk është sjell me mua si me vajzën e saj. Më shumë më shihte si lodër apo si shoqe. Nuk I interesonin fare punët e mia, sukseset në shkollë. Kur sillja nota të shkëlqyera, përgjigjja e saj ishte vetëm një "po mirë, bravo", shumë e ftohtë. Ndërkohë, gjetja e një burri të ri për të ishte gjithmonë përparësi. Babai për mua ka qenë gjithmonë një mister. Mami më thoshte që ai ishte alkolist dhe grua qefli, që na kishte braktisur kur unë isha 2 vjeç. Nuk më mori kurrë në telefon, nuk erdhi asnjëherë dhe gjithë fëmijërinë dëgjoja vetëm sa I keq pas ka qenë ky zotëri. Kur isha 12 vjeç, mami shkoi në Itali për të punuar. Ne nuk ishim të varfra. Ajo kishte një punë të mirë, por vendosi të mbledh plaçkat dhe të largohet. Më la tek gjyshja Marina, e cila u bë nëna ime e vërtet. Fal saj, përfundova shkollën me medalje ari dhe u pranova në universitetin prestigjioz. As në matur nuk më erdhi mami. Kaluan 10 vjet, u martova, linda fëmijë. Sigurisht, as në dasmën time nuk u shfaq. Herën e fundit që e pash ishte në varimin e gjyshes në vitin 2022. Unë dhe burri im jetojmë në një apartament të vogël që I kishte mbetur nga gjyshja e tij, me mobilje të vjetra, 2 dhoma të ngushta, gjithçka e thjeshtë. Kur isha në pushimin e parë të lindjes, mësova që prisja binjak. Nuk ishte as pak e lehtë, por u përpoqëm ta përballonim. Vjera dhe vjeri më kanë ndihmuar me ushqime shtëpie që të kursenim. Megjithatë, parat nuk mjaftonin. Rrobat dhe këpucët I blinim shpesh në dyqane të përdorura sepse të rejat ishin shtrenjtë. Dhe ja, papritur mami u kujtua për mua. Erdhi nga Italia, por jo vetëm. Erdhi me burrin e ri, një italian të quajtur Mario. I pritëm në stacion. Uroja që mami më në fund ta kuptonte që kishte vajzë dhe nipa dhe të fillonte të ishte pjesë e jetës tonë. Por shpresat e mia ishin të kota. Më dha 50 euro dhe 3 çokolata për fëmijët. Kaq solli pas gjithë atyre viteve mungesë. Mendova se po bënte shaka. E çova në shtëpi, por nuk donte të rrinte gjatë. Filloi të tregonte për aventurat e saj në Itali dhe për mënyrën se si ishte njohur me Marion. Pas që kishte sjell një valizhe plot me verë, djathë, ëmbëlsira, por për ne vetëm 50 euro. Ishte shumë poshtëruese. 3 ditë me burrin nëpër qytet, duke haruar plotësisht që kishte ardhur te mua, që po qëndronte te shtëpia ime dhe e fëmijëve të mi. Në prag të Krishtlindjeve më mori në telefon. Më tha, vetë nuk mund të bëj petulla, Mario do haviar dhe kamber. Dhe çfarë do nga unë, e pyeta. Eja të më ndihmosh të përgatitemi, ne jemi familje, duhet ta festojmë së bashku. Mami, nuk më intereson çfarë do ti apo burri yt I ri. Ke vite që nuk je kujtuar as për mua, as për niprit dhe tashmë do fest së bashku? Kam punuar shumë, jam vuajtur. Po mirë, atëherë ke punuar ku janë paratë e fituara, niprit nuk të njohin fare si gjyshe. Nuk durova më dhe I thash gjithçka që mendoja. Pastaj I bllokova numrin. Nuk dua as ta shoh, as ta dëgjoj dhe aq më pak të ulem me të në një tryezë. U kujtua për mua se po vinte festa. Por jo, tashmë është shumë vonë. Mbase për shumë prej jush mund të duket vendimi I gabuar që të ndërpresësh çdo marrëdhënie me të vetmin familjar që ke gjallë dhe që e njeh, pikërisht maman. Por ja që ndonjëherë lidhjet familjare nuk është se janë detyrimisht aq perfekte dhe aq të mira sa që ne mendojmë. Si mendoni në rastin e tillë, si duhet të veproja unë? Më jepni sugjerime në komente.